Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Falënderojmë Allahun xhalla xhelalu, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu i lutem të na dhurojë dije të dobishme, të na mundsoj vepra të mira, e sa të jemi gjallë na japi dhe të na furnizojë me furnizim të pastër dhe halal. Allahu i lutem që na dhurojë atë dije e cila do të na bëjë dobi, e të na bëjë dobi me dijen që na ka dhënë, e të jemi për atyre njerëzve që Zoti ju jep urtësinë dhe pjekurinë. Allahu xhel xhelalu lutem që dija që ne marrim dhe japim të jetë argument, dëshmi për ne ditën e Kiametit, atë ditë ku nuk bën dobi asgjë, përveç se kush i vjen Zotit me zemër të pastër, të shëndetshme dhe me vepra të mira, qofshim prej këtyre njerëzve. Amin. Shpresë Zotit, siç e kemi bërë traditë, rrim për të parë pyetjet të cilat na kanë ardhur nga vëllezërit ose nga motrat, dhe ndalemi në këto pyetje, inshallah taala, duke shpresuar që jo vetëm atyre t'u japim përgjigje, por le të shërbejnë si model për pyetje të tjera të ngjashme dhe për situata të ngjashme, inshallah taala. Ndërkohë që nëse vëllezërit këtu ose motrat kanë ndonjë pyetje, drejt për drejt mund ta bëjnë pa merak, inshallah taala. Atëherë po fillojmë me pyetjen e parë për sot. A është e vërtet që kur profeti Daud alayhi salam e recitonte Zeburin me zërin e tij të bukur, aq shumë dikonte ai tek njerëzit saqë ndronën jetë 400 njerëz? Po, sa heron që ka kjo. Që ka se ajo bomba Hiroshimës. Për shembull, vend për thonë për shembull që kur lexonte Daudi alayhis salam Zeburin, shëroheshin 400 veta, shifshin nga verbëria 800 veta, për shembull, ky thot aq bukur lexonte 400 veta pa loseshin. Merr mend për shembull të ishte i devotshëm Daudi alayhis salam që ta lexonte Zeburin për shembull gjithë ditën apo 20 herë në ditë, 20 nga 400 8000. Prandaj gjithmonë ne themi o vëllezër, mos e merrni fen nga faqe të cilat ose nga burime të cilat janë të pa kontrolluara. Aq shumë janë lehtësuar gjonat për tu ditë sot dhe aq të rrezikshme janë bërë. Pasha Zoti më ka ardhur një pyetje para sa dish, ndoshta e kemi edhe këtu. Thoshte kur e kemi me ngut, a mund të pyesim inteligjencën artificiale se cili është mendimi më i saktë e të veprojmë? Subhanallah. Ndërkohë që feja nuk funksionon kështu. Asnjë shkencë nuk mund funksionon kështu. E jo më feja që është punë shpirti, punë raporti me Zotin, punë raporti me botën tjetër, të drejta, detyrime, obligime. Subhanallah. Vallahi bilaj për Zotin, kjo pyetje mund ka ardhur para disa ditësh, a mund të referohemi inteligjencës artificiale për mendimin më të saktë për një çështje? Normalisht që përgjigjja është jo. Ti mund të shohësh për kuriozitet çfarë është thënë dhe si është trajtuar, po jo që ti të referohesh. Edhe nëse thot mendimi më i saktë apo mendimi më i drejtë, cili është autoriteti fetar brenda inteligjencës artificiale që të orienton për mendimin më të drejtë apo më të saktë? Ekstremi që mund të ndodhi për mendimin tim është që ti ta pyesësh çfarë thot filan hoxh për këtë çështje. Ma vërteton me linkun ose me videon përkatëse, për shembull. Kjo mund të jetë minimumi i gjës, po jo më është fatva për inteligjencën artificiale. S'mjafton. Thot vllai, po jo, ti jep të argument se ti kërkon argumentin. I thot cili është gjykimi i Islamit për këtë çështje me argumentin. Nuk është o vlla, nuk e ka autoritetin.
nuk ka autoritet. Kjo fe është yes'eluneke, yesteftuneke, të pyesin ty, kërkojnë opinionin tënd. Pra duhet face to face, fytyrë në fytyrë ky muhabet, trup në trup ky muhabet, shpirt në shpirt ky muhabet. Jo, ne themi në librat në orientimet islamit thuhet nuk merret feja prej librash. Që në fund fare librat kush i kanë bërë? Dietarët e islamit që janë adapt për atë punë. Prapë thotë feja nuk merret nga librat. Pra pa tjetër duhet një tutor, një mësues, një edukator që të orientojë. Është si se kur thua, a mund të bësh dikush kirurg me libra, ose arkitekt me libra, ose ku dëgjon. Jo, valla patjetër duhet të ketë një mësues i cili orienton, një përshkallëzim me kështu me radhë, edhe kjo punë, më fjalë si gjithë shkencat e tjera. E rëndësishme. Jam një djalë i ri, thot pyetja e dytë, 20 vjeçar, jam besimtar musliman dhe jam informuar për Islamin pak. Kam filluar praktikoj namazin, por kam vështirë të përqendrohem në namaz. Jetoj në Gjermani, por shoqëria që bashkëjetoj me ato janë musliman, po më thonë leje namazin se bën shumë gabime, prandaj lëre derisa ta mësosh ashtu siç duhet. Si të veproj? Allahu thot në Kur'an, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon njeriun te mundësive të tij. Më mirë të falesh me gabime gjithë jetën, se sa të presësh gjithë jetën që ta mësosh mirë derisa të falesh. S'ka asnjë lloj problemi në fen ton që njeriu të falet gabim, ndërkohë që pa mëson. Asnjë lloj problemi nuk ka. Ama që ti të rish pa mësu fen, që ti të rish pa praktiku fen apo namazin, se kam frikë se mos bëj gabime, kjo është gabim. Kështu më mirë të dalësh përpara Zotit me namaz të falur jo siç duhet 100%, se sa të dalësh përpara Zotit pa namaz se akoma se kisha mësuar mirë. Pastaj në Islam ka një formulë shumë të thjeshtë për ato që se mësojnë akoma se kanë mësuar. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, Allahu Akbar. E po gjithë namazin me Bismillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. S'ka asnjë lloj problemi. Pra ka zgjidhje kjo punë. Ndërkohë që të rish pa u fal, se se kam mësuar akoma mirë, apo derisa ta mësoj mirë, apo që mos bëj gabime, kjo është lojë e shejtanit. Edhe këta që kanë fol, e kanë bërë prej, le të themi, prej paditurisë, sepse po ta dishin, nuk do ta thoshin kurrë këtë fjalë. Po ta dishin ata që kjo fjalë është shumë e rëndë, nuk do ta thoshin kurrë. Për këtë arsye, nëse e keni parasysh ditën e xumë, kur folen për gabimet e të folurës, tham një nga gabimet më të mëdha që bën njeriu në të folurën e tij është të flasin fe dhe në besim pa dije. Edhe këta pa dije. Edhe më kujton atë historinë e atij sahabiut që ishte ftohtë i madh dhe ai bëhet xhunub. Pra bëhet për të larë dhe ishte me plagë në trup, edhe pyeti shokët e vet, i tha, ore, si t'ja bëj, tha se jam me plagë në trup. I thanë ata duhet lahesh, ore, tha po jam me plagë, tha. Thanë, s'ka gjë, s'ka problemi ka lahu. U la ky dhe prej ftohtit madh vdiq. Kur erdhën në Medinë, ja treguan historinë pejgamberit alayhisalatu selam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mërzit. Dhe tha fjalën e tij të njohur, qataluhu qatalahumullah. E vran i vrap Zoti. E vran i vrap Zoti. Pra pa qëllim e bon, amo ai iku. Kështu që është shumë problem me fol njeriu pa dituri. Edhe këta njerëz ndoshta se imagjinojnë dot që njeriu të bëj gabime gjatë faljes. Jo më zotni, nuk ka asnjë problemi. Më mirë një falje me gabime e pa i mësuar gjëra të mira, pa i thonë gjëra të mirë, se sa të presim perfeksionin. Përkundrazi, kur njeriu fillon dhe falet edhe pse me gabime, fillon dhe i korrigjon gjërat një nga një derisa ta perfeksionojnë, inshallah taala.
Në bibliotekën e shtëpisë kemi libra në kopertina të cilave ka edhe figura apo piktura frymorësh. Unë i kam vendosur të mbështetura dhe në formë vertikale që nuk duket, pra duket vetëm libri anash, pra nuk duket figura, pra e vendosur në këtë formë siç kemi ne ke biblioteka. Nuk ka asnjë problemi, nuk ka problem, inshallahu taala. Megjithëse më e mira do të ishte apo preferohet që të bëhet me mbështjellse. Libri të bëhet me mbështjellse që mos të ketë fare dukje. Nëse dikush thotë hashashi nuk më de, thotë, a mund ta përdori? Është njësoj se kur thotë dikush rakia nuk më de, a mund ta pi? Cili është gjykimi i Islamit për njëri i cili nuk e de rakia, lejohet që ta pi? Jo, po nuk e de, s'ka lidhje. Gjykimi i Islamit mbi alkoolin është se është haram, edhe pse ndonjë individ në rrezullin toksor ndoshta nuk dehet. Gjykimi i Islamit mbi drogën, mbi hashashin është haram, edhe nëse mund të ketë UFO, si puna këtij që ka bërë pyetjen, që nuk e kap. Për shembull, po nuk ka ardhur Islami për UFO-t, po ka ardhur për njerëzit normal. E përderisa për njerëzit normal, droga dhe hashashi dhe alkooli shkakton dehje, bëhet haram. Kështu që e ke haram o lumiku. Prindit më kanë bërë lanet se kanë zgjedhur bashkëshort një burr i cili është një rast tjetër. Kam një familje të rregullt besimtarë dhe agjus, po ndjej shumë siklet për prindërve. U kam kërkuar shumë herë që të kthehemi, pa ata nuk pranojnë. Çka kanë ndodhur, ne më duket në ka ardhur pyetje dikur më përpara se kjo. E di çka ka bërë përshtypje tek një pyetje e ngjashme si kjo. Ka bërë shumë përshtypje se shumë prej komentuesve thoshin koment, o është po si ka mundësi që ti e lejon martesën me një të fesë tjetër. Pra aq gdhë janë disa njerëz që nuk e dallojnë fjalën rrat me fe. Si puna asaj pyetjes për mbulimin e ushqimit gjatë gatimit. Pyetja thoshte, a lejohet me mbulu ushqimin, a duhet mbuluar ushqimi gjatë gatimit, se kështu thot njëri se tjerë. Komentet poshtë thoshin të gjitha, po ka hadith që duhet mbuluar në natën. E di që në Islam mishi i derit është ndaluar, po a në ndalohet që ta përgatisim atë si ushqim për dikë tjetër? Po, ndalohet. Pra nuk është haram vetëm për konsumim personal, po është haram edhe tua servirësh të tjerëve. Është haram, nuk bën që ta gatuash për të tjerët. Pse? Argumenti, thot Zoti në Kur'an, wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Mos u bëni bashkëpunues në gjëra që janë të ndaluara ose për armiqësi. Mishi i derrit futet tek gjërat të ndaluara, kështu që nuk mund të jemi ne bashkëpunues për tu servir diçka që është ndaluar. Kam djalin 1 vjeç, ai han 4 vakte ushqim, por vazhdoi akoma ta ushqej me gji për shkak të dhëmbëve se e ndihmon. Shumë mirë bën, çfarë problemi ka? Allahu thotë në Kur'an: "Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn." Nënat ju japin ushqim, nënat ju japin gji fëmijëve 2 vite të plota. Kështu që ti e ke 1 vjeç, je në rregull, po han 4 vakte, inshallah han 6. S'ka problem. Kam djalin kushëri është 5 muaj dhe po i them për ta bërë sunet tani, më thonë jo se është i vogël. Sa muaj ose sa vjeç duhet bërë sunet liku? Këshillohet dhe preferohet dhe sugjerohet sa në moshë më të vogël aq më mirë, sepse e kalon më lehtë. Dhe sa më shumë të rritet njeriu, aq më shumë i vështirësohet, edhe fëmis gjithashtu. Ndërkohë që në librat e Islamit gjejmë preferimin moshë sa më të vogël, 7 vjeç, 7 ditë, 7 ditë e kështu me radhë. Dhe sipas gjithë, domethënë, këshillave që jepen,
pa mbushur pubertetin. Pra nga 7 ditë deri para pa mbushur pubertetin, pa arrit në moshën e pjekurisë. Sepse kur arrin moshën e pjekurisë, hyn në moshë madhore për sa i përket auretit, edhe domethënë synetliku duhet bërë, po domethënë kemi edhe i problem, që është zbulimi i auretit. Kam marrë 10 kile mish lope, i zoti lopës ta e thera lopën kur kasapi që e kishte therur lopën, i tha që kishte ngordur lopa. A hahet ky mish? Jo, nuk hahet, është haram. Pra i zoti lopës ja ka thonë si mish tamam. Kasapi i ka treguar që e ka therë mas si ka ngordh lopa. Ky mish është haram. Pra mund ta hedhësh, edhe mund mos japësh lekët, ose ktheja mrapsh, edhe mos i jep lek. Nëse dikush ka fut diçka në themel të shtëpisë, çish kur e kemi ndërtu? Çfarë bëhet? Pra bëhet fjalë për magji. Tani, unë nuk e di, domethënë, po kjo është një çështje për cilën duhet me pyet specialistët në fushën e magjisë, edhe specialistët në fushën e ndërtimtarisë. Se mund të them unë vej kazmën, e ikën shtëpia. Kështu që kjo është një çështje që duhen pyet 2 fusha. Fusha e specialistëve, le të themi, në çështjet e magjisë, pra sa është e vërtetë që kjo është magji, si e vërteton etj. Dhe e dyta duhet me pa nga pjesa inxhinierike dhe ndërtimit si bëhet zgjidhjes në këtë rast. Allahu u aletsoft. Punojmë rregullisht dhe në muajin dhjetor na japin dhe rrogën e 13. Na kanë thënë që kjo rrogë nuk lejohet sepse po e merr pa punuar. Tas lalt, këtij që thot zbën. Tas lalt me pak krip, pak fare krip, jo shumë. Akull pak mrena sa është vap, edhe ky ta pi 3 herë në ditë nga 1 litër. Mjes drek dark për javë që t'i vinë mend, inshallah taala. Ai zoti punës e shet arsyeshme që t'japi rrogë 13, madje është një vëlla në Kosovë që jep rrogë të 14, jep 2 rroga plus. Del dikush i mençur dhe thotë jo, thotë se kjo rroga është haram, po pse? Se s'ke punu, se duhet dersh djers. Këta nuk ka kush i arreston, prandaj bëjnë qef. Po. Si ta kuptojmë? El bereke, ose bekimi i Zotit, ose, si me thënë ajo, marësia që sjell Zoti në kohë të caktuara, në vepra të caktuara, në vende të caktuara, po edhe në situata apo sende të caktuara. Allahu xhallahu ka bekuar disa kohë, siç janë muajt e shenjtë, siç është nata e Kadrit, siç është dita e Arafatit, siç është dita e Ashur. Ka beku Zoti disa kohë që nuk janë pasi të tjerat. Dhe Zoti ka bekuar disa vende, siç është bekimi që Zoti ka lëshuar mbi Qaben, bekimi që Zoti ka lëshuar mbi vendet e shenjta, bekimi që Zoti ka lëshuar në Medinë, bekimi që Zoti lëshon në xhamit, pra ku përmendet Zoti dhe adhurohet Allah, kështu më radhë. Dhe kemi bekime në situata të caktuara apo në sende të caktuara, siç është uji i Zemzemit, siç është bekimi i Zotit kur njeriu bën vepra të mira. A e përfshin kjo dhe sendet? A ka sende që janë të bekume? Po ka sende të bekume, që se bëhet fjalë diçka që e ka përdor pejgamberi alayhis salatu wassalam, ne mund ta përdorim atë si diçka të bekume, pra që Zoti jep bekim dhe marsi. Pyetje, me sa kuptoj për pyetjes. A vlen dhe ringjallja apo zbatimi me rigorozitet i traditës pejgamberit alayhis salatu wassalam,
si një vepër kur Zoti lëshon bekim, qofse besimtarët e bëjnë, padyshim që po. Pra nëse është e bekuar rroba që ka prek pejgamberi alayhis salam, është e bekuar me shkopi që ka prek pejgamberi alayhis salam, është i bekuar. Nuk ka dyshim që fjala e tij është e bekuar, nuk ka dyshim që zbatimi i sunetit të tij është i bekuar. Nuk ka dyshim për këtë. Prandaj sa më shumë të ngjallet suneti i pejgamberit alayhis salam, aq më shumë do të ketë bekim marrësi njeriu në jetë. Dhe sa më larg sunetit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, aq më shumë i largohet dhe bekimit. Në ka vdekur gjyshi dhe ka lënë amanet të gjithëve që masi të ndrojë jetë, mos të bëjnë 50-at, mos i këndojnë me vlut, as mos i rregullojnë varrin. Të gjitha këto ja kanë bërë. Ai është në rregull me Zotin, është mashallah, te barakallah. Ndërsa këta që i kanë bërë, këta të zgjutit, mençmit, që i kanë bërë këto gjëra, i marrin këta të gjitha gjunaat e tij. Nëse njëu kalon amanetet e tij dhe i ka sqaruar gjonat, siç ka bërë ky rahmetliu këtu, Zoti e mëshiroft, që ka thonë nuk du 1, 2, 3, 4, 5, se e ka ditë që këto gjona bëhen zakonisht, të ata kanë vepruar kundër dëshirës dhe vullnetit të tij, të gjitha gjunahet dhe mëkatet dhe rëndesa bien mbi ta dhe jo mbi rahmetliu. Jetoj në Gjermani dhe punojmë në një furrë buke. Dhe këtu gatuajmë thotë dhe ëmbëlsia dhe normalisht vinë edhe miza shumë. Më kanë thënë mua këto, do të thonë shefat me sa duket, që me një pallas t'i vras. A hyn gjuna? Stresit zero më shoj, nuk ka problem, inshallah taala. Allahu e lehtësoft. Nuk ka problem, pa stres, mos u bëj me stres sepse shneti i njeriu është më i rëndësishëm se sa jeta e mizave. A mund të shkojë një motor në rukje përderisa është me periodat? Po, mund të shkojë, nuk përbën asnjë lloj problemi fare. Ditën e xhuma, a falet dhe namazi i drekës apo vetëm namazi i xhumas? Ditën e xhuma falet vetëm namazi i xhumas. Argumenti nga Kurani, thot Zoti në Kur'an, në surën El-Xhumua, thot Zoti, o ju që keni besuar, kur të bëhet thirrja ditën e xhuma, nxitoni në vendet ku përmendet Allahu. Kjo është më e mira për ju si kur ju ta dinit, e kur të kryhet falja e xhumas, shpërndahuni në tokë. Nuk tha Zoti kur të kryhet falja e xhumas, falni drekën mbrapa. 1. E dyta, pejgamberi sa sem ka thënë, 5 vakte në ditë, Allahu ja ka bërë obligim njeriu në një ditë natë. Atëherë sabahu 1, xhumaja 2, ikindia 3, akshami 4, yatsia 5. Nëse do të fusin dhe drekën mas xhumas, sabahu 1, xhumaja 2, dreka 3, ikindia 4, akshami 5, yatsia 6, pra bien ndesh me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A ka mendim faktikisht në mëdhëbet islame që e thot këtë gjë? Ka mendim. Ka një mendim, po mendimi pa argumentuar. Nuk ka argument. I vetmi argument i këtij mendimi është fakti që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam falet vetëm një xhuma. Në Medinë, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam falet vetëm një xhuma. Kan thonë, përderisa në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam falet vetëm një xhuma, do me thënë se vetëm një xhuma pranohet tek Zoti. E përderisa ne nuk e dim se cila xhuma e cilës xhami pranohet te Zoti, atëherë i falen dhe i drek mrapa me qenë mrena. Ka i farë logjike, po është shumë e dobët. Po t'ishte kjo e vërtet, duhet kishte argument të pastër, të qartë, që ke Zoti në një qytet pranohet vetëm një xhuma. Duhet ishte e thënë qartë fare, nuk do të gjende kjo punë mas 300 vjetësh mendimi X me dhejbi. Pra ka diçka që s'funksionon.
Kur thua ti që në një qytet pranohet vetëm një xhuma, do të kesh një argument të qartë, pastër, që thot këtë gjë. Kjo gjë nuk gjehet me opinion njerëzor. Kjo gjë duhet patjetër të ketë argument të qartë. Ne po themi kur thot sahabiu një fjalë, a quhet argument në Islam apo jo? Sahabiu, shoku i profetit. Jo mo një mendim që thot një xhuma pranohet tek Zoti. Po ku është argumenti se një xhuma falen kohën e pejgamberit sa se Medinë? Po normalisht ti jetosh në Medinë dhe ti je pejgamberi sa gjallë, mund të bësh xhamat tjetër me fal xhuman? S'ka sens as kuptim, do është normale që një do të falej. Kështu që nuk, edhe pse është mendim në medhebe, në medhebin Shafi'i kryesisht, pa e kanë kopjuar dhe disa Hanefi në disa vende të botës, siç është rasti i Ballkanit dhe Turqisë, po faktikisht nuk e ndihmon këtë mendim fare argumenti. A mund të shkurtohet ikameti se në disa xhamia këtu në Shqipëri kanë vënë re që e shkurtojnë? Yes, mund të shkurtohet, pa merak fare, stresit zero. Pra mund thuhet 4-sh dhe mund thuhet 2-sh. Pra si thuhet Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alas salah, hayya 'alal falahi, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kjo është e njohur tradicionale dhe ka argument për të saktë, por më e mirë dhe më saktë është kjo tjetra, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Edhe ajo është e saktë, po kjo është më e mirë dhe më e saktë, po të dyja janë të pranuara. A është e vërtetë se i vdekurit dëgjon hapat e njerëzve që largohen nga varri i tij pas varrimit? Po, është e vërtetë. Po o vëllezën dhe motra, ne duhet kemi parasysh se këto hadithe janë hadithe gajbi, hadithe që kanë bënë me botën e pa hetueshme nga shqisat njerëzore. Kështu që ne këto hadithet e varrit, pyetjeve të varrit, ulja e njeriu në varr, varri koshtrave të xhenetit, varri grop për gropave të xhenemit, pyetjet që bëhen në varr, dëgjon hapat e të vdekurit, të gjitha këto konsiderohen gajb. Gajb çfarë do thotë? E pahetueshme nga shqisat njerëzore. Pra shqisat nuk e kapin këtë gjën, për këtë arsye quhet botë e fshehtë, botë e pahetueshme. Dhe ne këto gjëra i besojmë. Ne këto gjëra i besojmë. Të jap një argument shumë të thjeshtë për këtë. Pejgamberi sa kur flet për kthimin e shpirtit në trup, në varr, çfarë thot në të dyja rastet? Si në rastin e besimtarit, thot i kthehet atij shpirti në trup. Në logjikën tonë kësaj bote, kur kthehet shpirti në trup, çfarë do thot? Rre zemra, shikon, dëgjon, merr frym. Apo jo, fjala i kthehet shpirti në trup, do të thonë si më thënë ndryshe, kthehet në jetë. Po faktikisht i vdekur i kthehet në jetë në varr? Jo. Çfarë ndodh? Ai faktikisht kthehet në jetë, po në jetën barzakh. Në jetën e barzakh, ai kthehet në jetë, po jo me parametrat dhe standardet e jetës së kësaj bote, ai kthehet në jetën e barzakhut. Aty i fillon puna aty. Shpërblimi, dënimi, gëzimi, hidhrimi, pikëllimi, kënaqësia në një jetë që është jetë varri, ku prioritet merr shpirti ndaj trupit. Ndryshe nga kjo botë që prioritetin e ka trupi ndaj shpirtit. Kështu që këto hadithe thuhen, transmetohen, besohen dhe nuk shkohet më tutje dhe më thellë, nuk interpretohen. Nuk e di, para disa ditësh po dëgjoja në një interpretim shumë interesant, që thoshte njeriu edhe pse vdes, faktikisht ka disa zona në trurin e tij që mbeten akoma aktive, edhe pse ka shpirti për trupin, edhe pse ka vdek. Dhe një nga zonat që mbestin aktive, vallaj, shumë interesante, ishte studim shkencor, nuk ishte të bënte me Islamin.
Thotë një nga zonat që mbeste aktive në trurin e njerëzit ishte zona e dëgjimit. Pra dëgjimi nuk fikej, si më thënë. Madje thoshin ata në studim, thoshte njeriu në jetën e vdekjes, domethënë, thotë njoftohet nga gjallët se ka vdek. Ata flas shkencërisht tani, kupton? Aty merr, si më thon, fikjen e fundit, automati i fundit, aty i fiket i perceptimit në raport me këtë botë. Subhanallah, që ka interesante kjo vëllezër në Islam? Vallai më rënqetet mishi kur e mendoj. Pejgamberi alayhis salatu wassalam, çfarë tha? Kur t'jeni tek dikush që sapo ka ndruar jetë, folni mirë dhe lutuni për personin. Se me lajket në ato momente thonë amin, amin, amin. Subhanallah. Me lajket në ato momente thonë amin, amin. Folni mirë në ato momente. Subhanallah. Po ashtu, nëse mund tjetë diçka e shpejtë, si shtë në botën arabe, që i vdekur i lahet, që finoset, shkohet në xhami, për 3 orë maron gjithë shka dhe varroset, nuk e kanë si tek ne për shembull që presin se është njëri në Australi që s'ka ardhur akoma, i ka ik avioni, njëri është duke ardhur nga Kanadaja, tjetri është duke ardhur nga Finlanda, e derisa të mridhet gjysma fisit, e derisa të vinë njerëzit, shkon 24 orë apo 36 orë. Atje nuk e kanë kaq gjatë. Atje e kanë marrin punë çdo gjë, pastaj pritet i bëjnë ke shtëpia 3 ditë. Kurse xhenazën e kalojnë shumë shpejt sepse tradita e tyre në trajtimin e xhenazës është shpejtësia dhe falja e xhenazës me xhamat në xhami. Pra aty nuk i intereson numri aty në që falin xhenazën dhe jo numrin aty në që vinë me pi kafet apo me lon lekët. A lejohet një burr musliman të jetë me profesion si ginekolog? Tani preferohet që këtë lloj profesioni ta marrin gratë, mos ta marrin burrat. Po ndoshta nuk ka ndonjë problem, sepse ginekolog nuk kupton dhe operacionet, nuk kupton edhe ndjekjen e shtatzënisë etj. Nuk është gjithmonë vetëm shikimi ka auretit siç mund ta mendojë dikush. Pra, unë mendoj se është fushë shumë më gjerë edhe më e gjatë, madje ka ginekologë që janë shumë më të aftë dhe më specialistë se sa shumë ginekologë për shembull. A mund të falim farzën nëse jemi në shitore? Në shitore do të thonë në pazar, në treg. Në shitore për rroba, pra kemi shku me ble rroba, thotë. Të falemi në për dhomat ku provojmë teshat. Të falemi tek dhomat e provës. Lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht, thotë se këtu në Skandinavi dhomat provuese, pra dhomat e provës, janë mjaft të mëdha. Elhamdulillah. A mund falemi në këmbë? Apo duhet falemi ullur? Duhet falemi si që falet namazi, pa filozofi shumë, pa historira. A i lejohet burrit të shkojnë palestër për trupin e tij vetëm me të mrenshme? Në këta që bëjnë trupat e kështu gjonat. Jo, muslimani duhet të mbulojë auretin. Nuk i lejohet një muslimani që të zbulojë auretin e tij. Nuk i lejohet një muslimani që zbulojë auretin. Ne nuk kemi kundër palestrimit, nuk kemi kundër ushtrimit, nuk kemi përkundrazi ne themi një besimtar i mirë, i fortë, solid në trupin e tij, në shnetin e tij, që merret madje ndoshta edhe me sporte, merret etj, është shumë më mirë se dikush që është ngordalaq, që s'ka fuqi me ngrit një lavatriçe. Po puna është që jo deri në këtë drejgje. Jo deri në këtë drejgje, siç bëjnë disa që shfaqin gjithçka sepse duan të morin çmimin apo duan të duken bukur. Morë vesh. E kemi një ilaç shpije, pra ilaç kundër bronhitit. Ç'është bronhiti? Do të jetë bronshiti.
ose azma. Mirë po njëri nga përbërësit e këtij ilaçi është rom. A lejohet? Ndoshta ka për qëllim rum. Ka pi alkolike rom? Rum. E rëndësishme, nëse nuk ka zgjedhje tjetër, nëse nuk ka ilaç tjetër, përderisa është ilaç dhe përbërje i ilaçi, mendoj që ka fetva, pra, se e mendoj unë, ka fetva të dietarëve që thonë nuk ka problem, sepse kjo nuk është gjë që pihet. Kjo nuk është gjë që pihet në kuptimin që të pihet si pije. Kjo merret me një sasi të caktuar sa për të krijuar të tretin të disa elementeve që nuk i tret asgjë tjetër përveç se alkoolit apo rrumit, në këtë rast për herë parë një gjë që u përdor ka dhe rrumi. Hoxha ju keni folur shumë thot për kujdesin ndaj prindërve të burrit, dhe këtë e keni thënë shumë mirë. Por është më ndryshe kur njeriu jeton vetëm me burrin dhe ndryshe kur jeton me vjerrit. Pra ne do të ndihemi më rehate, më lirë po të jetonim vete. A mund t'ja kërkoj këtë burrit? Nuk ka, domethënë, prind që mos doj të jetoj me fëmijën e vet. S'ka prind që mos doj të jetoj me fëmijën e vet. Dhe s'ka fëmijë që mos doj të jetoj me prindrit e tij. Flasim për atë që është elementare, atë që është bazike në jetën sociale njerëzore. Në momentin që ndryhyn dikush dhe bëhet sebeb për të ndarë prindin nga fëmia, apo fëmia nga prindit, unë mendoj se ka bërë gabim. Është e vërtet që një nuse apo çifti po të jetojnë vete, janë më rahate, janë më mirë etj. Është e vërtet. Por kjo çfarë pasojë lën? Se është ndryshe për shembull kur vjerria, pra babai dhe nëna e vajzës janë të rinj, edhe e japin miratimin vetë, se në fund fare ato janë më rahat, për shembull një pjesë të kohës ta jetojnë vetë, në qeft vetë, se s'duan zhurma, s'duan, le të themi, diskutime, gjëra, ndjehen më rahat më mirë, nuk ka asnjë lloj problemi. Ose për shembull ka dhe fëmijë të tjerë shtëpia që nuk është puna se po iku ky që u martu nga shtëpia, ata do të ngelin pa dikën që ju shërben apo që ju rrin në shtëpi. Ama që tjetë ky çuni funit për shembull, apo tjetë djali vetëm, edhe nusja thot vallai, okay, po më mirë të jetojnë vete, themi asaj motrës tonë, nusës në këtë rast, e mira motra ime nuk ka fund, por ka edhe më mirë akoma. Çfarë është më mirë? Të jetoni si një familje bashkë me prindërit e burrit, me bo pak durim tani se vapi si merret, shpërblimi si merret. Nuk është e lehtë me fitu xhenetin. A është gjuna të festohet vjetori i nikahut? Ne në Islam nuk festojmë vjetorët e martesës. Nuk i festojmë. E falenderojmë Zotin për mirësinë që na ka dhënë ai, edhe jeta vazhdon e lumtur. Inshallahu Taala, dhe nuk ka pse të bëhen festime të tilla. Festat Islami ka kufizuar në 4. 1. Kurban Bajrami, 2. Fitr Bajrami, 3. Dita e Xhuma, 4. Kur martohesh. Këto festohen në Islam, ndërsa festat e tjera në Islam nuk ka, dhe ka një rregull shumë të bukur për festimet në Islam. Islami nuk i njeh përkujtimoret si festa. Është rregull. Islami nuk i njeh përkujtimoret si festa. Përkujtimoret si festa është traditë jo islame. Përkujtimoret si festa janë traditë jo islame. Mund të themi Zot më fal dhe në gjuhën shqipe, apo pa tjetër duhet themi estagfirullah? Po më mund të thush dhe shqip. E rëndësishme është si ndjen ti më mirë keqardhje dhe si e shpreh ti më mirë pendimin tënd. Nëse duket se e shpreh më mirë kur thua o Zot më fal, o Zot më fal, o Zot më fal, thuaj shqip.
Nëse e ndjen më mirë, pa ta thosh astaghfirullah, thuje në origjinal, pra gjuhën arabe. Kështu që nuk ka problem, stresi zero, e rëndësishme është me u pendu. Çfarë mendimi keni për pamjet në xhamijat kur dikush ndron jetë? Në disa vende të Ballkanit, kur dikush ndron jetë, nga që kushtet nuk janë tek shtëpia e personit që ka ndruar jetë, në një nga sallat e xhamisë, janë xhami që kanë salla në kat parë për shembull ose në bodrum, dhe aty presin njerëzit për pamjet, për ngushëllime, se këto i thon pamjet, ne i themi për ngushëllime ose për kryeshnosh. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht që shfrytëzohen ambientet shoqëruese të xhamisë për në shërbim të komunitetit, siç është rasti për shembull kur dikush nuk ka ku t'i presi dhe i pret tek ambientet shoqëruese të xhamisë. A është e vërtetë se veza duhet lar para përdorimit sepse po mos e lajsh është haram? Dhe po na thonë që po t'i shkelësh lëvozhgat e vezës, merr ogram, merr magji. Të gjitha këto janë nul. O mul. S'ka lidhje fare kjo punë hiç. Ka lidhje fare kjo punë. Mos i ngjoni njerëzit çfarë thonë. Vajza ime ndihmon shumë një shoqe të saj në shkollë, mirë po ajo është fe dhe besim tjetër. A merr vajza ime shpërblim që i ndihmon asaj? Padyshim që po. Merr shpërblim. Për çdo njeri që i bën mirë, merr shpërblim dhe sevap. Inshallah, kjo mirësjellje që bën goca jote ndaj saj, bëhet sebeb që ajo të udhëzohet në Islam. E di thot që nuk komenton ëndra, po më ka bërë merak kjo ëndra, thot se më ka parë vajza se kur po shkojsha në Mekë, Medinë dhe kisha ndruar jetë gjatë rrugës. S'komentoj ëndra, po s'do thot gjë hiç fare, nuk do thot gjë, inshallah taala, Zoti ta mundësot që shkosh me bë haxhin. Nëse merr vesh se ndonjë ka fol për ty shumë fjalë të rënda, që s'janë as pak të vërteta dhe pas pak kohë dëgjon që flet dhe për fëmijën tënd. Çfarë duhet njëri me bërë? A duhet me ja kujtu shembull pse flet keq? Apo duhet vetëm t'i lutem Zotit? Varet. Unë mendoj që nëse merr vesh gjëra të tilla, mirë është që të ballafaqohen situatat. Sepse mund të jenë edhe fjalë të mbartura jo të vërteta. Pra nëse dikush të bjerë haber se dikush ka fol për ty, thuj gjo, unë do t'a pyes filonin që më ke thonë ti. Po tha jo, mos më qite lenjat muhabet. Po tha po jam i gatshëm ballafaqohem sepse e kam dëgjuar dhe më ka thonë këtë gjë. Atëherë ballafaqohu dhe thuj gjo, unë deri tani po ta fal. Po sot e tutje, unë s'ta bëj halal këtë gjë për shembull dhe kështu. Vall, pasa shumë pyetje sot me vall. Hera parë që përsëritet vall kaq shpesh. Vall, mundet një burr të marrë për grua të parë dhe të dytë të jenë motra, domethënë njëra prej tyre ka vdekur. Për zgjallje nuk lejohet, sepse është ajeti kuranor. Ndërsa nëse njëra ndron jetë, mund të marrë motrën, siç ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me rastin e vajzës së tij me Uthmanin. E martoi Uthmanin me njërën gocë dhe ajo vdiq. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha për nusa Uthmanit radhiyallahu ta'ala anhum gocën tjetër. Borri po më thotë që mund të marrësh një grua të dytë, po ta bësh me të kontratë që s'ke asnjë obligim financiar ndaj saj.
A lejohet kjo në Islam? Pse ti do që edhe të shpenzoj për të? Pa ti nuk e ke problem martesën me dytë, pa e pas ke problem se burri s'po jep asaj. Kjo quhet misjar, martesa pa obligime dhe detyrime. Pra dikush martohet dhe nuk është i obliguar të shpenzoj asgjë, sepse gruaja i thotë, më duhesh vetëm ti, s'më intereson asgjë tjetër. Ka raste të tilla. Kështu që nëse është situata e tillë, lejohet. Por, nëse një moment të dytë, gruaja thotë jo, unë du shpenzime, burri obligohet. Subhanallah, prap vallë. Vallë është haram me konsumu stereoda për ushtrim, se di vallë a jam i qartë, 2 herë në një pyetje. Stereoda çfarë janë, o Baftiar? Ka për qëllim proteinat ndoshta? Po pra, se stereoda si kur bohen... E rëndësishme, kjo duhet kthehet tek specialistët e fushës. Nëse në, le të themi, mjeksi apo në shëndet, kjo gjëja nuk e dëmton njeriu, lejohet. Nëse i sjell dëme, ndalohet. Pra varet nga efekti që ka. Doja thot prej teje një përgjigje të sinqertë. Inshallah, hajde ta shohim. 20 vite e martuar, kam fëmijë nga ish burri, kam përjetuar dhunë, tradhti, tër natën lënë dhe bizhoz, pastaj më vërsulte mua sikur e kisha hunë fajin. Fëmijët u bën me trauma, i kam dërguar 8 muaj ndër psikolog, po ashtu dhe vetë po bëj seanca psikologjike. Kam marrë fëmijët dhe kam marrë tek prindrit e mi, por problemi qëndron tek nëna ime, e cila më thot vazhdimisht s'ke bërë mirë se je nda, sepse do flasin bota. Njerëzit do thonë unë nda pas 20 vitesh martesë, dhe si pas familjes time unë duhet të duroj akoma dhe të kthehem tek ish burri im. Çfarë më këshilloni? Ke bërë shumë mirë që ke ikë prej atij, rri aty ke prindrit dhe thuj prindërve kam pyet hoxhën, dhe hoxha më ka thënë në këtë lloj situate lejohet divorci dhe ke bërë zgjidhjen më të mirë, se më e rëndësishme në këtë histori je ti dhe fëmijët e tuaj, pastaj llafet e botës. Aman hoxh thot se janë të mbo marak robët e shtëpisë. Më çfarë thonë robët e shtëpisë? A është e vërtetë që kush ha vezë të zi me ndarkë i shpëton vdekjes? Apo duhet më thonë këty në thot larg budallëve? Jo, unë thojsha pse kanë marrë vezët nëpër supermarkete, i merr kanë këto. Këta që besojnë se duhet më hongër vezë të zi me para gjumit. Elhamdulillah. Po, në të tilla raste duhet më thonë larg budallëve. Kemi dëshirë si çift t'ia lejmë emrin djalit Granit. Granit. Lejohet. Përdesa kuptimi është okay, lejohet. A lejohet që fëmia të paguajë zekatin e prindit duke marrë nga pasuria e prindit pa lejen e tij për shkak se prindit nuk e paguan zekatin që e ka për obligim? Jo. Zekati është adhurim, nuk bëhet pa dëshirë. E po baba nuk e jep, s'ka lidhje, nuk e jep, hajër inshallah. Përderisa pasuria është e babës, ai që duhet ta japi zekatin është baba. Nuk mund ta marrësh ti pasurinë e tij pa lejen e tij, me niyetin për don zekatin për babën. Jo, nuk funksionon. Por ka një formë tjetër që mund funksionojë. I thu babës, o bab, ti obligohesh me dhon zekatin 2000 euro në vit. Po e jap unë zekatin për ty. Edhe e nxjerr ti nga pasunia jote, lejohet. E njofton, edhe e jep. Dy rekatet e para të namazit farz, surja pas El Fatihas është sunet apo vajxhib? Surja mbas El Fatihas është sunet, nuk është detyrë vajxhib. Pra preferohet, është e pëlqyeshme, po jo që është obligim.
Sot shkova për të vizituar varrin e mamit tim për u çudita kur sipër varrit gjeta 7 gozhda, ndërkohë që ne faktikisht jemi 7 fëmijë. Mund të jetë kjo, do një gjë pra, mund të jetë një magji. Merrni këto 7 gozhdat, hidhini në një ujë të kënduar, dhe në atë ujë të kënduar të ketë edhe tretësirë, uthulle, çikriva apo diçka tjetër, por edhe nuk ka vetëm ujë të kënduar, nuk ka problem. Pastaj derdheni ujin dhe këto gozhda futin një djegme për merak dhe pastaj hidhini. Desha me të pyet për një pyetje, thotë më vjen pak si marrë, pra ka turp. Por dua ta di, thotë, a lejohet që të lozim në shtrat me duar me njëri tjetrin derisa të kalojë situata në orgazm apo është gabim? Lejohet, nuk ka problem. Nëse unë e blej diçka 1 euro dhe dua ta shes, a ka ndonjë rregull për sa mund të fitoj nga kjo gjëja me çmimin sa duhet? S'ka lidhje, mund të avesh çmimin sa dush, s'ka problem. Hoxhi nderuar, po ndodh shumë gra shikojnë filxhan nëpërmjet ChatGPT-s. A ka një gjykimin si shikimi i filxhanit në përfallxore? Po, njësoj. E po, e kishe dëgjuar këtë ti? Subhanallah. Çfarë bëhet në Allah? Ë? Bëj pyetje, mos hy kështu. Mos hy por pra shikimi i filxhanit është dalje nga Islami, dalje nga feja. Edhe nëse ai që e shikon filxhanin është njeri, fallxor apo fallxore, sharlatan apo sharlatane, mashtrues apo mashtruese, apo është në këtë rast ChatGPT-ja që pas ka filluar me pa dhe filxhanet. Ej Zot, o Zot i madh, jipi mend o Allah këtyre njerëzve se keq puna për Zotin. Ka të njëjtin gjykim. Nëse e beson leximin që bën ChatGPT-ja del nga Islami. Nëse e bën për qejf, kot për kuriozitet, 40 ditë nuk pranohet namazi. Desha të pyes për ikën, pra do të pyesi për dikë tjetër. Nëse vendosim një mashkull që ka ramje të flokëve dhe më duk më mirë, dhe nëse jo. Desha të pyes perikën, nëse perikën atë si quhet kjo? Parukën. Po. Atëherë, desha të pyes thot për parukën, pa ka thon perikën, ndoshta mund të jetë dialekti i tyre, për parukën, nëse vendos një mashkull që ka ramje të flokëve, pra i kanë ra flokët, dhe do më duk më mirë, do më duk më bukur. Ky person thot kur bëhet xhunub, a duhet hequr perikja, pra parukja duhet heq, apo merr gusl sipër saj? Pyetje e bukur kjo. Mashallah, pyetje e bukur. Duhet hequr ajo. Pa e shkret e herë ngjitet, është problem me ngjit për herë dytë. Allahu ja le të soft. Allahu ja le të soft. Ti fusit mbjell me në bie rahat. Shkoj ti mjelli flokët dhe në bie rahat. A ke mundësi ta bësh një video të shkurt ta postosh? Por ja, pa e bëjmë tani. Jemi me shpinë në vete të ndarë nga familja e burrit. Mirë po nëna e burrit na kërkon çelësat e shtëpisë. Dhe i themi, përse i kërkon çelësat, ajo thot dua t'i kem. A kemi gjyna nëse nuk ja japim? Jo, nuk keni gjyna. Mund mos ja jepni. Mund të mos ja jepni. Dhe thuni, kina pyet Hoxha Ahmet Kalan, dhe Hoxha kështu na ka thonë. Edhe tregoja në këtë video. Jam 14 vjeç dhe kam dhe 2 ditë. Jam 14 vjeç, nëse dhe 2 ditë janë nisë Ramazani, po unë alasja kam nisë më u falë. Është gjëna mos me bë. Duhet me agjëru, s'ka lidhje. Duhet me agjëru. Nga mosha 13 vjeç e lartë, ekstremi 14, po 13 e lartë, çunat dhe gocat duhet të agjërojnë dhe duhet mos të kenë probleme me namazin. 13, ekstremi 14 e lartë,
As me agjërimin s'do të kenë më diskutim, as me namazin nuk do të kenë më diskutim. A na leo ta luajmë këtë lojën? Si quhet kjo? A? Si? Ludo. Kjo ka gjykimin e jo bigjozit. Si quhet ajo tjetra? E zarve. Ja. Si. Ka qenë me dy Tavlës. Kjo ka gjykimin e tavlës. Nuk lejohet. Përdorimi i zarve është problem. Zarët janë problem, janë përmend zarët. Ku shprek zarët, është njësoj sikur me prek mishin e derrit. Tani, a bëhet fjalë vetëm kur bëhet fjalë që është bigjoz, apo për çdo lloj situate, ka dy interpretime, me saktë është për çdo lloj situate. Pse? Se sikur rikthen, kanë thonë dietarët, shkaku i ndalesës, sikur, domethënë, rikthen edhe një herë atë haramin që është hedhja e zarëve. Kur jam martuar pas një muaj kunati, me kunatën e larguar nga shtëpia ku jetonim të gjithë, se kunata nuk më donte mua. Tani unë jetoj me burrin dhe me vjerin. Me po bë disa kohë që kunati dhe kunata vinë në vizitë vjerit kur unë s'jam aty. Pra na përcjellin neve kur ne nuk jemi në shtëpi dhe vinë gjithmonë kur ne nuk jemi në shtëpi. A mund ta ndalojmë ne këtë gjë, apo si të veprojmë? Leren, nuk ka problem. Hajrë, inshallah, çfarë problemi ka? Le të vinë kur nuk jeni në shtëpi. Një barr më pak. Hajrë, inshallah, stresit zero. Kur të ulemi për sejdë dhe dulshojmë duart, një herë apo këmbët. Gjunjt ka për qëllim, se këmbët janë në tokë, ku të lëshojsh këmbët. Më mira është që lëshohen përpara duart, pastaj gjunjët. Po nëse bëhet e kundërta për shkak peshës, nuk ka problem. A lejohet ja vendosim emrin vajzës Ema, nëse po a ka ndonjë kuptim. Parëherë duhet me ditë kuptimin, pastaj a lejohet. E rëndësishme. Ema do thotë robresh. Nëse do që ti thrasin vajzës tate robresh, s'ka gjë, po hajrë inshallah. Shoh ëndrat këqija, edhe pse para gjumit i bëj të gjitha ata që duhet të bërë para gjumit. Unë sugjeroj që para gjumit me thonë 100 herë La ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me shpresë Zotit, po ta thosh 100 herë, nuk do të kesh probleme në gjumë. E rëndësishme, edhe po të shohësh ëndrat këqija në gjumë, kur të zgjohesh 3 herë nga krahu i majt dhe thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ka thënë pejgamberi Islam, kur sheh një ëndër të keqe dhe kur zgjohet pështyn lehtë 3 herë nga e majta dhe thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ëndra e keqe nuk i bën asgjë. Pra me kuptimin s'ka pse të fiksohet, nuk ka përse të fiksohet. A më lejohet të përdorit të zbi kur pjesa imame të zbiut është argjend i larë në arë, jo gurët.
Kush ka i palë të zbi këtu? Ka në i palë të zbi? Mashallah. Që ta dini, në shkencën e tesbiologjisë, kjo këtu quhet imam tesbi. Pra imami i tesbive. Tesbit janë ushtarët, kjo është imam tesbiu. Imam tesbiu. Imam tesbiu, thot kjo pjesa, është argjend i larë në arë, a lejohet me e përdor. Po pra, po, tesbit nuk janë pa imam. Kanë imamin. Pse unë thash, çfarë thash unë? Po kjo është pyetja, lejohet thotë se ka hadith që ndalohet përdorimi i arit dhe i argjendit nga meshkujt, përdorimi i arit nga meshkujt. Bëj pyetje tjetër inshallah për tesbit. Bëj një pyetje tjetër për tesbit. Tani po përjapim këtë përgjigje. Përdorimi i gjërave të lara me ar për meshkujt nuk është i preferuar. Edhe nëse është imami i tesbive ky që është la me ar, po nuk është haram, sepse haram është florini. Haram është florini. Nëse gjëja është e larë me flori, është e urryer. Pse është e urryer? Sepse faktikisht efektin e jep njësoj për arsyen e ndalesës. Efektin e jep njësoj për arsyen. Pse është ndalu argjendi për meshkujt? Është ndalu sepse çon në si më thon, e çon njeriu të ndjej superioritet, ari është në fund fare. Dhe gjëja e larë me ar, siç është rasti i pyetjes, e jep të njëjtin efekt. Ndërsa gjykimi për tesbit është se më e mirë është që njeriu të përdori duart e tij. Pejgamberi sa ka thënë në një hadith sakt, bëjeni tesbihun me mollzat e gishtave, se do të ringjallen ditën e Kiametit duke përsëritur të njëjtat gjëra. Kjo është më e mira. A lejohet që të përdoren tesbit? Mendimi më i saktë i dietarëve është që lejohet përdoren tesbit. Lejohet. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht, përderisa ndihmon për t'i majt me gjonat, për t'i fiksuar më mirë. Jo po dikush ta bëj me gishta, po më dikush do të thonë 100 herë për shembull, dikush do të thonë 300 herë. Ja ka vënë detyrë vetes për shembull, që thot 1000 herë stakfirullah në ditë, do me thonë 300 herë salavat për pejgamberin alayhis salam. Tesbit ja lehtësojnë, ndihmojnë, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht në mendimin më të saktë të tjerë, s'është një mendim, po mendim jo për të marrë në konsiderat, që thot bidat e kështu, por nuk ka argument faktikisht. Pse? Sepse kemi një rregull në fe që thot vasileti për një gjë, rruga që çon diçka merr të njëjtin gjykim. Pra unë du të bëj një synet, po për ta bërë këtë synet ka një rrugë caktuar, edhe kjo rruga merr gjykimin e synetit. Pra unë dua që të them 100 herë në ditë subhanallahu ve bihamdihi. Kjo çfarë gjykimi ka në Islam? Është e preferuar që muslimani thot 100 herë në ditë mëngjes subhanallahu ve bihamdihi. Po s'mund ta bëj këtë me gisha se ngatrohem, ama du t'i rifiks hadithit që thot 100. Atëherë tesbit ndihmojnë, atëherë edhe tesbit kthehen preferent. Ke tesbihun do të kujtohet dhikri, absolutisht nuk ka asnjë problemi. Pra fetarisht mendimi më i saktë dhe më i qelluar është që nuk ka asnjë problemi. Pavarësisht se në gjonat e vogla preferohet dora. Çonat e vogla preferohet dora me mollzat e gishtave. Subhanallah, 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 subhanallah. E kështu me radhë, pra me mollza. Ose kështu siç e bën pleqt për shembull, s'ka problem. Edhe kështu. Ose me tesbih nuk ka asnjë lloj problemi. Jam shtatzën dhe jam e interesuar për emrin Uwais. Uwais nuk ka emër. Uwais, u me u,
ka emër, lejohet. Kam një pyetje në lidhje kripto, bitcoin e kështu me radhë. Thot, kam dëgjuar në pjesën më të madhe të jetës time, thuaj që ky është 740 vjeç. Kam dëgjuar në pjesën më të madhe të jetës time, ndërkohë që ky diskutim nga 2017 e këtej ka filluar debati. Nëse. Thot, në pjesën më të madhe të jetës time kam dëgjuar se kjo është ndaluar në Islam. Po mirë, elhamdulillah, tani ngjo mendimin tjetër që lejohet, nuk ka asnjë problemi fetarisht. Ngjo edhe mendimin tjetër. A ndikon shoqëria e mirë dhe cili është roli i shoqërisë mirë në fenë dhe besimin e një? Absolutisht që po. E përmend Allahu këtë gjë në Kur'an. Allahu këtë gjë përmend në Kur'an. Kur flet për njërin për banorëve të xhenetit, se si shoqënia e tij tentonte që ta tërhiqte në rrugën e xhenemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El mar'u ala dini khalilihi", njeriu ka fenë të dashmit të tij. Pra nëse do më ditë një si është në fe dhe në besim, shif çfarë shoqënie ka. Kjo nuk do të thotë që njeriu të izolohet apo të shkëputet, por njeriu duhet të zgjedhë shok të mirë, dhe shoqëni e mirë kush konsiderohet ajo shoqëni e mirë, konsiderohet ajo shoqëri e cila kur ti e ke harruar Allahun të kujton, dhe kur ti je duke u marrë me Allahun të mbështet. Ajo shoqëni që të urdhon për të mirë, ndalon nga e keqja, të këshillon, interesohet për ty, interesohet për besimin tatë, interesohet për fenë tatë, interesohet për hallet e tuja, për sikletet e tuja. Kjo është shoqënia e mirë, kjo është shoqënia e mirë. Dëgjova në një nga videot e tuaja për një byzylyk dorë floririt të shtrenjtë që e ka gjetur dikush. Neve na ka humbur ky byzylyk 2 ditët e fundit nëntorit, deri në 2 dhjetor. Neve na ka humbur thot ky byzylyk. Neve jemi tani thot në Tiranë. Na ka humbur nga data 2 nëntor deri në datën 2 dhjetor. Tani jemi në Tiranë, nëse është e vërtet, le të vi dikush tek ju t'ju ja lej juve dhe ne pastaj vim ju takojmë juve. Okej. Na është bërë një pyetje dikur për një byzylyk floriri të gjetur, çfarë të bëjmë? Dhe ne kemi thonë personi që prit një vit. Tani këta që ju ka humbur byzylyku e pasan dëgjuar pyetje përgjigje dhe i bëjnë thirrje personit që ka bërë pyetjen, na e sjellin neve dhe këta do të na pyesin neve dhe ne do të themi na e kanë sjell dhe ne do t'i japim. Amin. Jam e martuar dhe burri kur del me shokët nuk ma thot kur, vishet dhe del jashtë. I kam thonë plot e herë, pa ai më përgjigje sa është burr. Dhe s'kap se t'i japi llogari gruas të tij. Unë mendoj që këto lloj muhabetesh nuk duhet të jenë. Çfarë problemi ka pse po t'i thot gruas që po dal? Mirë gjeça, ke nevojë për diçka ta sjell? I bjer burrnia këtij, i bin mustaqet në tokë. I Zotin, mos s'du me thonë atë fjalën. Se s'lejohet, se ç'është të thonë për Zotin. Po çfarë lidhje ka ajo punë për i thot? Unë nuk po them merri leje gruas kur del, por obi thotë vëlla. Ora mund ta bësh me zemër të shkretën, kërkon në shtëpi. Trenet, friksohet. Thot mos i ka rat fik në halet. Mos e ka hëngër qeni. Që robi thotë, po dal, kena i gjok, kena i porosi. I futit puth me grusën e ik. Gjithmonë debat po për i muhabet. Po edhe kjo mo nuk janë ndaga, mashallah. Pse s'më thu? E ne i thot, unë jam borë. Alhamdulillah që nuk jam ministri i mrenshëm. Se i kisha rregullu sa njerëz. Ka ardhur një pyetje që
ka 15 vjet që nuk bëhet. Po e bëj se na ka mungu kjo pyetje 15 vjet. Kështu që ja vlen me përsërit. A janë haram thot ilahit apo bidat, se Sheikh Albani dhe Fauzani i kanë bërë bidat. 15 vjet pa në u bë kjo pyetje. Nëse e do me argument, ka argumente sa të dush që lejohen, nga Kurani, nga Suneti, nga të parët tanë, nga imamët e mëdhëbeve, nga dietarët e mëdhenj të kësaj kohe, siç është Bin Bazi, Ibn Uthejmini. Si ta dush ta japim përgjigjen? Kjo është një pyetje që ne e kemi zauruar për një kohë shumë gjatë, pasi u shfaqën në xhamiat tona për herë të parë në historinë e Islamit shqiptar harkistat ose grupi i Harkut. Ata që s'lan hoxh mbi sipërfaqen e tokës pa e shpallur datëshi, dhe se vetëm ata ishin zëdhënësit e Islamit të pastër selefi, e kujt nuk i veshin ata damkën, nuk ishte në të vërtetën. Dhe u vetë quajtën për një kohë të caktuar, për afërsisht kanë funksionuar këta si grup shumë aktiv për një 10 vjet, po ka dash Zoti i Madh që ata efekti i tyre të shuhet dhe të bjerë, me sa duket ata që i kanë paguajt, s'po i paguajnë më, e kanë filluar të punojnë, e kur kanë dalë në punë në jetë, e po u bie bretku, e kanë kuptuar që këto muhabete pas kanë qenë lojrat e shejtanit. E rëndësishme, shoqëri i qetë, se për ilahit nuk ka asnjë lloj ndalese. E rëndësishme është nuk duhet të jenë me harame brenda, nuk duhet të jenë me përmbajtje të gabuar dhe nuk duhet të jenë të shoqëruar me instrumenta muzikore. Nëse janë kështu, s'ka problem. Nëse kanë këto 3 gjëra, pastaj atëherë janë problem. Qa do më thonë nëse i vdekur në ëndër thot, do të shifemi në filan ditë. Thuj të vdekmit, thuj inshallah. Kur thotë i vdekmit do të shifim filan ditë, thuj inshallah. Thuj nuk bën me thonë do të shifna, se Zoti e di, thuj të vdekmit të drejtën. Ka kalu? Mështë s'bo me shenjt i bes. Mirë, kemi edhe 3 pyetje. Bashorti im Luan Bastor thotë, kur i them talen nuk po më dëgjon, as këshilla s'po më pranon. S'di çfarë të bëj. Unë në këtë rast e këshilloj që të më lidhen prindrit. Merr prindrit e tuaj, merr vëllezërit e tuaj, edhe të ulen burrat ta ndajnë këtë muhabet. Sepse kjo punë duhet zgjidh me familje, nuk zgjidhet në llafe. Si jeni, thot, pyetja, mirë alhamdulillah, shiqur Zotit, po ti si je? Si ta largoj frikën? Shit lepurin që ke në bark, qite në pazar. Ta ke shumë zhvilluar lepurin. Tani kjo është një pyetje që më shumë duhet pyet dikush që është specialist i fushës së psikologjisë. Po unë mendoj që dalsh sabah për sabah në xhami, në kom, e të kthehesh mas jacisë në kom, bëj dua dhe dhikrin, dhe çdo gjë dyshim në rrugë që duket sikur po lëviz ose kështu na lën vend, mos ec me vrap, shife, s'ka asnjë gjë të vazhdo. Edhe kështu do të mësohesh inshallah vash avash. S'ka më ushtria u nxjerr të frikën këtyne. Mirë, vëllezër, mjaftohemi me kaq inshallah. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta